shumica e familjeve u shpërngulën në Gostivar, në Shkup, edhe në Tetov ka shumë të atil. Dhe një pjesë, gjatë luftës, si pas të dhënave që kam, si pas studiuesve që kanë shkruar, në vitet 1916, 15, 14 këto vite, kur janë gjek fshatrat, ata janë shpërngull në fshatrat Gurgurnic, Korrit, të Gostivarit, janë shpërngull në Patiçkarekës, të Shkupit, në Karshijak, që mund të vim në përfundim. Unë nuk jam në një studiuesi që kam bën në një studim të veçantë, po ka elementet përbashkëta të veshjes së femrave, të Korritës, të Gurgurnicës, të Sedllarevës, të Shijakës, tash kishim një punim, një konferencë shkencore në Shkup, dhe sidomos të Patiçkarekës, kur janë shpërngull me fëmijë, me gra, me pleq sidomos, sepse të rit i kanë zhduk masivisht, ka pas dhe atëherës kur i kanë shpërngull, ato kanë shiqur një vend ku ka pas ujë që të strehon më përpara. Dhe aty dal nga dal kanë fillu të ndërtojnë shtëpia, kanë fillu jetë të qojnë, se s'ka pas kush të jashtuar.